Kam qenë tek një hoxh, por sa po filloj të këndonte Kur'an disa njerëz që ishin aty çanin dhe u binte të fikt. Po ndodh kjo, është e njohur kjo formë ku disa xhallar për shkak të numrit të madh të njerëzve, mos më marr me secillin një nga një, ishte në grup, ju lexon Kur'an ata të cilët kanë nevojë pasaj për trajtim të veçantë, i ndajnë edhe mirët me secillin një nga një. Normal është e lejuar kjo edhe ju ndodh që dikush i bjen të fiktë, dikush çani, dikush vjellet, dikush s'ka për gjatë, dikush qesh, dikush kërcen. Nuk themi që është e ndaluar kjo gjë, por unë për vete nuk e shoh të, si të them, ndoshta shumë të pëlqyer këtë gjë, për arsye se njerëzit doin me marrë privatësinë e tyre. Ato që se kanë problem ban me shku 10 veta, po dikush don me marrë privatësinë e vet, s'ka qef me tjetrin me hyjë në dhomë aty edhe ky me bërtitej tjetri me kështu çka ka. Ha? Do me marrë privatësinë, do veç me gruën e vetaj me shku te hoxha, me lexu hoxha aty ekstra. Themi është e lejuar kjo gjë, por unë jam për me rujt privatësinë e njerëzve, por dikush që se ka problem, le të shkon te hoxhallar të tillë, edhe le t'ju lexon në grup domethënë Kur'an. Po ndoshta ka njerëz aty që janë mirë, edhe janë emocionalisht të dobët, edhe kur ta shohin një situatë të tillë, hupaj, habitet çka u bë thot edhe e kapë edhe ata stresi, edhe fillon pastaj me lujt menç kur të shehet njëri të bërtitë tjetrit, të shkul flokët të tjetrit, të kthy hava, e kështu me radhë. Hajde inshallah.